Një problem që do doja ta sqaroni për shikues është Zora Dembele, që cilën na e shkaktojnë, duke i dhënë për shembull një persona që çdo mbrëmje e kanë bërë në rutinën e tyre me konsumu kive, dardha, kumbulla, sepse duhet me marrë ato fibra ose për ndryshe do të kemë një konstipacion ose kapslëk siç njihet në popull. Zora Dembele, të cilët duke i nejtë shumë gati e që aktivizojnë prej reflekseve. Ne du të tentojmë çdo ditë të ushqejmë mirë, çdo ditë të kemi aktivitet fizik, të pim lëngjet e mjaftueshme. Nuk duhet të thellohem shumë sepse nuk është më shumë për mjek dhe kolegë, por Zora, ne duhet të kemi nevoja duhet jetë e lëngshme. Do të thotë nuk do të pim mjaftueshëm. Zora është organ e lëvizje, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për fibra. Nëse ne me qëllim fibra mund të marrim, mjaftueshëm pa aq sa të kem nevojë pjesë shujtave, por jo me domos duhet kemi çdo ditë defekim. Nuk është me domos, nëse nuk ke probleme, nuk është domosdoshme. Apo? Nuk është problem. Ka pacienta që një herë në javë dalin kanë. A është në rregull? Nuk për deri në një javë, nëse nuk ka ankesa, nuk është asgjë. Por ka pacient që edhe një ditë mos më dal, do të ka probleme. Kështu që këto janë individuale. Këto është Zora Dembele, këto është Zora irrituese, një prej lloju. Por nuk është me domos. Thjesht secili duhet të shoh vetë. Fibrat janë të nevojshme, lëngjet janë të nevojshme, por jo të kalojmë në laksativ pa përshkrimin e mjekut. Këto janë të fundit që ne i përshkruajmë. Vërtet nëse gjitha masat tjera të ndrimit të stilit jetës nuk ndikojnë, mandej fillojmë me masa laksativ.